jetën e kem fame për shkëndi, jetën doj me fame për shkëndi, jetën doj me dhame. Ka ndeshje që luhen dhe ka ndeshje që jetohen. Nesër, Shkëndia nuk zbret vetëm në një fushë futbolli. Zbret në një skenë ku emocionet janë më të forta se dritat, ku frymëmarrjet përshojnë sa sprintet edhe ku çdo hap tingëllon si një premtim. Conference League nuk është thjesht një garë evropiane, është një udhtim, një rrugë me stuhi, ritme, frena të shpejta dhe momente ku zemra rreth një sekond para këmbës. Dhe në këtë udhtim Shkëndia ka ecur me kokën lart, me lojtarë që nuk kanë frikë, me një qytet pas vetes dhe një histori që kërkon të shkruhet më tej. Sot në stërvitjen e fundit para ndeshjes me Dritën e Gjilanit, u duk një Shkëndi ndryshe, jo vetëm fizikisht gati, por shpirtërisht e ndezur. Trajneri fliste pak, sepse disa gjëra nuk ka nevojë për shumë fjalë. Drejtori sportiv shikonte me qetësi një skuadër që rritej nën presion. Faton Zylbeari mendonte për tifozët, për zërat, për atmosferën. Portieri apo muri i fundit dukej gati të bëhej kapitull i parë nesër. Lojtarët të ngrohur, të fokusuar me sytë që e thonin vetëm një gjë: nesër është dita jonë. Dhe ndërsa topi rrotullohej në tapetin e gjelbër të stërvitjes, ndjehej ajo energjia e paprekshme, ajo që e njohin vetëm ekipet që besojnë, ekipet që luftojnë, ekipet që nuk dorëzohen. Shkëndia nuk vjen për të qenë pjesëmarrëse, ajo vjen për të kërkuar historinë e vet. Dhe nesër, në Kosovë, dy ekipe shqiptare takohen në fushë, por vetëm njëra do ta kontrollojë ritmin, frymën, zemrën e lojës. Nesër, Shkëndia shkon për më shumë se pikët, shkon për dinjitet, për qytetin, për ngjyrat, për emrin që mban mbi shpinë. Nga perspektiva sportive, ku e shihni forcën më të madhe të Shkëndijës për këtë ndeshje? Mendoj se është një ndeshje ku çdo futbollist do jep maksimumin dhe besoj që do jemi në maksimumin e mundshëm sa i përket motivit, sa i përket situatës që përballemi me një ekip Kosovës, një ekip që ne kemi shumë raporte të mira dhe besoj që ekipi atë ditë do jetë në maksimumin e mundshëm. Si po e vlerësoni nivelin aktual të ekipit në krahasim me fillimin e sezonit? Mendoj se ka periudha ku ekipi ka ramje, ka periudha ku ekipi ka ngritje, për momentin jemi në moment të mirë edhe të rezultateve, por është normal mbas 26 ndeshjeve zyrtare ka edhe shtërim energjish, por ne jemi profesionistë dhe do të bëjmë maksimumin deri në fund. Kjo është një duel shumë që vendos për Conference League, sa ndikim ka rezultati nesër në objektivat e klubit në përgjithësi? Është e rëndësishme për shkak se për të di skuadrë rezultati është shumë i rëndësishëm. Ne luajmë si misafir, por besoj që nuk kemi misafir krejtësisht. Ne luajmë kundër një skuadre që është cilësore dhe rezultati është i rëndësishëm për të di skuadrë dhe shpresoj që ne do jemi skuadrë e cila do gëzohet pas ndeshjes. Si e përjetoni ndeshjen kundër ekipeve shqiptare? A sjell kjo një emocion të veçantë për lojtarët dhe për klubin edhe për juve si trajner? Është diçka specifike që në garat evropiane të ndesh me një skuadër shqiptare që nuk na ka ndodhur më përpara, por ne do respektojmë kundërshtarin maksimum, do kemi ndjesinë pozitive për shkak të miqësive që kemi, kurse sa përket ndeshjes në 90 minuta, çdo skuadër do bëjë maksimumin dhe çdo individ të mundohet që të jap maksimumin për ekipin e vet. Për garat europiane çdo skuadër ka stresin e ka presionin e vet. Ju si në drejtim sportiv si e menaxhoni që ekipi të jetë sa më i qetë, sepse e dim që qetësia është edhe një nga forcat më të mëdha të lojtarëve. Mendoj se në përgjithësi unë jam edhe tipi qetë në natyrë, por emocionet edhe stresi ekzistojnë veçanërisht disa orë para ndeshjes. Pastaj me fillimin e ndeshjes gjithçka kalon në normale dhe ne jemi mësuar domethënë nga eksperjenca që kemi që të menaxhojmë këtë pjesë. Ardian, nga perspektiva sportive, ku e sheh forcën më të madhe të Shkëndijës për ndeshjen e nesër që do luhet dhe që e presim me padurim? Normalisht forca gjithmonë e Shkëndijës ka qenë dhe letër forca e grupit. Gjithsesi kemi një grup të strukturuar shumë mirë, një grup që ka harmoni gjithë lojtarët, kështu që ne me gjithë forcat që kemi do të synojmë të bëjmë më të mirën në një ndeshje që është me Dritën, një ndeshje vllazërore jashtë fushës, për hir edhe të situatës së festës së nëntorit që janë të shenjta për ne. Kështu që do të jetë një ndeshje dhe spektakël shumë i mirë dhe shumë i këndshëm.
Tifoz që do të vijë, unë i ftoj në masë shumë të madhe të vinë që të shijojnë këtë spektakël. Si e vlerësoni nivelin aktual të ekipit në krahasim me fillimin e sezonit që e keni pas? Normalisht duke u bazuar në bazë të rezultateve, them që kemi bërë një sezon shumë të mirë, me vetë faktin që bëjmë edhe kvalifikimin historik në Conference League, kështu që do të vazhdojmë duke shijuar këtë kompeticion bashkë të gjithë bashkë, edhe shpresoj se do të vazhdoj forma e mirë e lojtarëve. Shkëndia është në një moment të rëndësishëm në garat tani europiane. Si e vlerësoni këtë duel dhe çfarë do të thotë ajo për vazhdimsinë e sezonit? Ju thash këto ndeshje janë ndeshje luksi për gjithë lojtarët sepse është një moment shumë i mirë i joni. Kualifikimi është për herë të parë kualifikimi në Conference League. Do të jetë si ta them, është një situatë e tillë që do të them më shumë do ta shijojmë, shpresojmë se mos ketë më e rëndësishmja është që në fushë të bëhet betej normalisht futbollistike brenda rregullave dhe normave, dhe në fund të jepet dorën kushdo që fiton rezultat. Kjo lojë dhe eksperjenca pikërisht në këtë lojë apo në këtë kompeticion evropian do të thotë shumë për klubin. Ka ngritur edhe nivelin e klubit dhe kampionatit vendas. Si po e ndjeni këtë dhe si po punoni që djemat të kenë sa më shumë motivim dhe normalisht edhe ata ta kuptojnë vlerën dhe rëndësinë e lojës nesër? Normalisht ndeshjet e këtyre niveleve se rrit edhe përgjegjësinë në të njëjtën kohë dhe lojtarët vetë. Rritemi gjithë si ekip, rritemi gjithë si strukturë brenda klubit dhe gjithmonë do të tentojmë të rritemi dhe të zhvillohemi sa më shumë. Ky është një fillim i mbar dhe shpresoj se ne do të vazhdojmë. Lojtarët duhet të jenë vetëdijshëm dhe duhet të marrin të kenë parasysh që edhe nëpërmjet këtyre kompeticioneve bin sa më shumë edhe në sytë e ekipeve evropiane, por pse jo dhe njëri nga lojtarët tonë të kemi edhe jashtë vendit, në përfaqësoj jashtë vendit, në një ekip prestigjioz, do të jetë nder dhe krenari dhe mburrje dhe gëzim për gjithë ne, për klubin, sepse në të njëjtën kohë ka një lojtar i joni ka vazhduar dhe ka shkapëruar në një klub evropian. A e shihni dhe në fund këtë ndeshje si pikë kthese për vazhdimsinë evropiane të Shkëndisë? Do ta quaja pikë kthese për arsye se kemi zhvilluar ndeshje shumë të mira në këtë kompeticion. Fati na buzëqeshin ndeshjen e dytë me Shëllbunin në minutën e fundit. Fati nuk deshi që në sekondat e fundit të pasojmë fitore me ekipin nga Polonia, kështu që thjesht lojtarët duhet ta shijojnë edhe të njëjtën kohë normalisht duke pasur parasysh se gjithë detyrat që jepen nga stafi teknik dhe për të na gëzuar gjithë dhe neve dhe pse jo për bërë diçka më shumë. Mos harrojmë se Shkëndia është për herë të parë dhe jo çdo herë duhet të ngarkojmë lojtarët për një rezultat sa më të madh. Është i mirëseardhur normalisht, por jo me çdo kusht. Thjesht vetëm duhet bëjmë detyrat e tyre, duhet të japim maksimumi siç kanë dhënë çdo ndeshje dhe gjëra tjera t'ia lejmë kohës. Unë nga këto përgjigje e shoh një optimizëm shumë të madh tek këtë. Optimizmi është gjithmonë për arsye se besojnë në forcën e grupit, forcën e ekipit, forcën e gjithë neve që kemi ndërtuar në gjithë këto vite në Shkëndi, jo sot që jam unë, por është bërë një punë e jashtëzakonshme me hyrjen e kompanisë ekolog dhe zgjidhësisht pronarëve Lazim Destanit në Shkëndi dhe është bërë vit për vit është ngritur Shkëndia në nivele që duhet vi. Ja deshi fati që shijuam ne si udhëheqësi, por në të njëjtën kohë dhe bën punë të mirë. Faton, si po e përjeton klubi këtë atmosferë para një ndeshje që ka kaq shumë vëmendje nga tifozët shqiptar, po nga të dy anët këtë herë, sepse është hera parë që skuadra shqiptare po luajnë për një rol kaq të madh. Realisht jemi të lumtur që jemi në këtë moment e pazakont në një kompeticion europian, dy ekipe shqiptare, ne me dritën kemi luajtur më herët ndeshje kontrolluese, kemi luajtur mes veti, por një ndeshje garuese nuk na ka ndodhur. Për pak do takoheshim në të tretën xhiro të kualifikimeve të Champions League. I shmangam atëherë për merit Shkëndijës që fitoi Steaua në FCSB-n dhe kaluam atë, por ja rrugët tona kryqëzohen në Conference League dhe jemi të lumtur për këtë. Duke qenë që Shkëndia ka audiencë të madhe, ne kemi kaluar edhe të tjera herë kështu përballje me shumë audiencë, qoftë Milani, Salzburg, ekipe me nam në Europë, por kjo me dritën ka një shije tjetër dhe gjithë qershia mbitorët është fakti që luhet më 27 nëntor, një ditë përpara festës kombëtare. Ne festojmë që të dyja. Sa është e rëndësishme imazhi
mesazhi i Shkëndijës në gara evropiane dhe çfarë po bën në aspektin e komunikimit apo marketingut për të ngritur nivele, edhe pse Shkëndija është në një nivel komplet tjetër, po që ta mban të paktën atë ritëm, sepse tani kemi momente krucial shumë kritik. Sigurisht Shkëndija investon shumë këtë, jo dhe më kot ne jemi ndër klubet mos themi vetëm ndër klubet e vetme që kemi një zyrë për marrëdhënie me publik dhe njerëz sponsuar që merremi me marketing, PR dhe gjëra tjera dhe komunikim. Është shumë e rëndësishme, kemi vënë vetes nëse lojtarët, stafi teknik dhe tjerët kanë qëllim për të fituar dritën dhe për të kaluar më tej, ne si grup, do të thonë një departament në vete, kemi për qëllim për të fituar lojën tonë dhe në këtë drejtim besoj që qëndrojmë goxha mirë. Për këtë arsye ne ftojmë gjithë shqiptarët të vinë të festojnë këtë festë. Ndeshja me dritën do të jetë përballje vetëm brenda fushës 90 minuta, gjithçka jashtë do të jetë miqësi mes nesh, sepse ne vëllezër jemi shtash para ndeshjes dhe vëllezër të jemi edhe pas ndeshjes pavarësisht rezultatit. Ku e the se do i thrasim gjithë shqiptarët ta shohin lojën, a presni mobilizim të madh të tifozëve nesër në Kosovë? Po, sigurisht, unë do kisha dashur të kaloj në një moment tjetër. Mobilizimi ka ndodhur, gjithë ato që kanë organizuar, unë i përgëzoj gjithë ato kanë bërë, unë shfrytëzoj këtë moment që të ftoj ata të cilët akoma kanë më dyshje, do të jemi apo nuk do të jemi nesër. Hajdeni në Prishtinë, në Fadil Vokri, sa emër i bukur i këtij stadiumit, sa datë e bukur, sa skuadra të bukura, thjesht gjunaf që mos jes në shkallët e stadiumit. Okej. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë organizimit në këtë ndeshje dhe si e ke menaxhuar atë? Në fakt, duke qenë se kemi tash goxha përvojë në këtë drejtim, nuk është se kemi patur vështirësi dhe këtë drejtim na kanë lehtësuar edhe nga tabori i dritës, kanë qenë shumë bashkëpunues dhe shumë profesional dhe për këtë arsye më shumë do kisha thënë një falënderim për gjithë ata që ndihmuan në organizimin dhe mbarvajtjen e organizimit të kësaj ndeshje, sesa një sfidë, sepse thjesht kur punon me profesionisht, gjërat bëhen edhe më të lehta. Dhe një mesazh për të gjithë tifozët dhe ata që po na shikojnë kuqezi për ndeshjen nesër. Vishini kuqezi, tash nuk i detyrojmë dot ata që do përkrajnë dritën të vishën të tillë, ata janë kuqezi si janë shqiptarë. Përkrani skuadrën tuaj në mënyrë fair, korrekte dhe të japim një mesazh sepse thjesht ndoshta kjo është edhe një dhuratë nga Zoti, si për ne, si për dritën, si për gjithë shqiptarët që në skenën ndërkombëtare ta çojmë një mesazh shumë më të madh për gjithë Europën, kështu që të jetë shembull kjo ndeshje, le të fitojnë, le ta zgjidhin çunat në terren kush do fitojë, ndërkohë ne brapa të tregojmë që jemi një. Ne ti motivojmë. Ju motivojmë sigurisht. Faleminderit Fatan. Kënaqësi. Si kapitan, si e ndjem peshën e ndeshjes së nesërme dhe çfarë kërkon të transmetosh te skuadra në këtë moment? Po, ta them të drejtën, është një kënaqësi për të gjithë ne futbollistët, për tifozët, le të jetë një ndeshje festive, një parapregaditje para festës së 28 nëntorit. Unë shpresoj që do jetë një atmosferë e mirë, të jetë fair dhe korrekte dhe le të fitojë më i miri. E dim se edhe ata e din peshën e juaj, po edhe ne e dim se sa ka peshë dy skuadra shqiptare të luajnë pikërisht për një vend dhe kjo po ndodh për herë të parë. Kjo ju jep më shumë emocion, më shumë stres apo e keni futur atë larg në një folder në kokë dhe tani jeni fokusuar vetëm në teknikat më të mira të lojës? Po, ta them të drejtën, ne si çdo herë jemi të përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje. Çdo njëri don ta shijojë në maksimum këtë ndeshje, edhe të mundohemi të hapim maksimumin dhe ta shijojmë edhe le të fitojmë më mirë. Pjesa më e pandashme e Shkëndijës janë edhe tifozët. Çfarë mesazhi jep për tifozët që presin fitore në këtë duel shqiptar? Po, unë si çdo herë do të them, ata janë çdo herë lojtari joni 12, besoj që do jetë një numër i madh atje, edhe të na përkrahin edhe në fund të gëzojmë të gjithë së bashku. Edhe ne pra ti gëzojmë ata, po. Atëherë nesër me padurim ju presim. Faleminderit. Fryma e ekipit tani po duket pozitive. Si është mentalitetin e skuadrës para një sfide të tillë siç e kemi nesër me dritën e Gjilanit? Atmosfera duket mirë, dihet ajo mentaliteti jonë që kena që është normal të shkojmë për fitore. Nesër na pret një sfidë e vështirë, na pret një festë që do festojmë së bashku, po dihet që ne shkojmë për ta fituar ndeshje, pavarësisht festës që do kena. Cili është elementi që mund ta vendosë ndeshje nesër? Besoj se do vendosen nga gjonat voglat, imtësira do vendosin atë ndeshjen, po ne do të jemi të gatshëm aty 100% për të vazhduar me misionin tonë. Entuziazmin e keni shumë të lartë, cila është rëndësia e garave evropiane për gjithë futbollistët? Tash rëndësia e garave evropiane dihet është një vitrim për gjithë futbollistët, pasi dihet që është herë e parë që ne luajmë në këtë fazë të kompeticionit. Do të jetë një vitrim për gjithë lojtarët, por ne kemi edhe synimin të kalojmë grupin, të shkojmë fazën e play-offit që në fillim ka qenë synimi jonë.
Po cili është fokusi ytë kryesor në një presion kaq të madh për në një ndeshje kaq evropiane? Besoj se presioni madh i nxjerr lojtarët e mëdhenj, edhe normal ne do të jemi të gatshëm, jemi mësuar me ndeshje me presion, po ajo më shumë është shpejt sa presion aty. Për herë të parë në histori po ndodh një lojtar i Shkëndijës të lunë edhe për kombëtaren tonë, pikërisht në një lojë kaq të rëndësishme siç ishte edhe me Serbinë. Më thuaj cili ishte ai emocioni yt, si u ndjeve në ato momente që po je aq i privilegjuar dhe ke nderin, po edhe puna yte normalisht e palodhshme e ka bë këtë që ti je shiftuar si pjesë e kombëtarës, ti je pjesë atyre na përfaqësosh në mënyrën më të mirë të mundshme. Shka të them drejtën, emocionin nuk di ta përshkruaj, se unë kam thënë dhe më parë në intervista, në kohën që isha te kombëtarja isha duke jetuar në ëndër, edhe ëndra vazhdoi duke arritur fitoren në Serbi, më pas fitoria në Andorra që na solli play-offin dhe le të vazhdojë ëndra sa më shumë. Arvin, nesër e kemi lojën më të rëndësishme ndoshta ndonjëherë me Dritën e Gjilanit, pasi që për herë të parë dy skuadra shqiptare po luajnë për Conference League për Europë. Cilat janë emocionet e grupit, jeni të përgatitur psiqikisht, një herë, po pastaj edhe fizikisht? Po realisht me thënë drejtën do të jetë një fest, një në radhë parë, pasi siç dihet një ditë para festës së flamurit. Normalisht ne jemi të përgatitur maksimum që të arrim të marrim 3 pikat. Besoni në optimizmin tonë se ne do e festojmë edhe 28 nëntorin edhe festën e Shkëndijës? Po besoj, kemi besuar që në fillim kur kemi filluar, domethënë kampionatin edhe Europën dhe kemi pas rezultate të mira dhe besoj që nëse vazhdojmë në atë mënyrë, kemi besim të njëri tjetrit, te kualitetet tona, besoj që kemi mundësi të marrim 3 pikat. Cili është sekreti që nesër ju do jeni më të mirët? Unë them që detajet do vendosin nesër dhe shpresoj që detajet të vendosim ne, të jenë në anën tonë. Nesër e kemi lojën me Dritën, cilat janë emocionet e ekipit, ju si lojtar, si po e ndjeni përgjithësinë? Është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Do jetë një ndeshje, si të themi, fest, do jetë një ndeshje Evrope, do jetë një ndeshje e rëndësishme shumë për ne, për tifozët tanë dhe shohim se ja dalin. Kundërshtari e din stilin ton shqiptar, a luan kjo rol që ju edhe pak më shumë të jepni maksimumin që ndonjë teknikë ta përdorni që edhe ta befasoni, sepse për herë të parë në histori po luajnë dy skuadra shqiptare pikërisht për këtë pozitë. Po kundërshtarin na njeh neve, edhe ne njohim kundërshtarin ton, po shpresojmë të japim maksimumin, të analizojmë shumë mirë kundërshtarin dhe pastaj çka të del në fund. Sa është e rëndësishme qetësia në fazat kritike? Normal, është shumë e rëndësishme qetësia në fushë, qetësia kundër publikut dhe pastaj. Janë bërë analizat e nevojshme gjitha në vendin e vet deri në këtë moment, sepse edhe pak niseni për atje dhe më veç se nesër e keni lojën. Janë bërë analiza se kush si do e ketë rolin kryesor? Po analizat i bëjmë gjithmonë para ndeshjes dhe pastaj në ndeshje duhet ta tregojmë veten se si të përgatitëm aq mirë që dalim sa më mirë fushë. Ne me padurim po ju presim nesër. Edhe ne me padurim e presim ndeshjen. Ke qenë pjesë e ekipit të klubit nga Gjilani, e njeh mirë edhe futbollin kosovar. Si e vlerëson tani që krahasim mes atij dhe ligës po luan ti për moment? Po mendoj që krahasimi është shumë i vogël sepse pothuajse se niveli është i njëjtë, 3 liga tona që janë, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, kështu që e presim me padurim atë ndeshje, do të jetë një ditë festive për të gjithë, po shpresoj që në fund ne të dalim triumfues. Çfarë roli do të ketë mes fusha në këtë ndeshje dhe cila mendon se do të jetë forca juaj nesër? Por mendoj që roli mes fushës gjithmonë është kryesori, por të shohim, nuk i dihet asnjëherë, shpresojmë që të paraqitemi shumë mirë. A pritet rritëm i lartë nga minuta e parë apo e presim atë pjesën e dytë ku ta japim edhe ta kemi adrenalinën më të lartë? Po ne shpresojmë që të arrijmë pe fillimit të arrijmë atë nivelin e përgatitjes, por a do të ndodhë apo jo në varet prej shumë faktorëve. A do festosh nëse shënon nesër? Nuk e di. Shpresojmë festojmë, po festojmë gjithë së bashku. Ne festojmë 28 nëntorin. Ajo po se po, por shpresoj të fitojmë edhe ndeshjen, pastaj bëhen 2 festa në një ditë. Si e menaxhon presionin e një ndeshjeje evropiane dhe cili është fokusi yt kryesor nesër? Unë mendoj është një ndeshje si krejt tjerat, vetëm me kon të fokusuar, me kon serioz. Edhe na si besojmë si
Shkëndia shkojnë për fitore. Në një ndeshje të tillë kreativiteti është gjithçka. Si po e përgatit për rrezik veten në zonën kundërshtare? Do jetë ndeshje e mirë, se luajmë kundër Dritën, dy ekipe shqiptare. Do shohim mas lojës, s'di që mund të them më shumë. Ku duhet jetë më agresive Shkëndia nesër? Shkëndia të jetë më agresiv, na si luajmë sulm, presingin të bëjmë të fort, edhe inshallah veç jemi 100% si grup, si skuadër. Ke qenë një nga lojtarët më eksploziv të Shkëndijës. Çfarë ndikimi je gati të japësh nesër në ndeshjen vendimtare në përballjen me Dritën e Gjilanit? Së pari do të jetë një ndeshje shumë interesante, e fortë, një ndeshje historike. Si gjithmonë jemi gati të japim më të mirën tonë dhe të jemi 100%. Dhe sigurisht të jemi në eksploziv si zakonisht. Ndeshjet e mëdha kërkojnë guxim, qartësi dhe zjarr. Ndeshjet e mëdha kërkojnë guxim, qartësi dhe zjarr. A je gati për këtë gjë? Yeah, of course we are ready. Po sigurisht që jemi gati. Ne punojmë çdo ditë për këtë moment. E shihni vetë sa shumë po punon ekipi. Po përgatitemi për gjithçka, për çdo lloj loje, për çdo skenar. Jemi të gatshëm. Nga vjen ky zjarr tek ti dhe çfarë duhet të presin tifozët e Shkëndijës nesër? Pritshmëri. Mund të them që duhet presin fitore, sepse ne shkojmë në Gjilan për fitore, 100%. Nuk kemi asnjë dyshim për këtë. Një nga gjërat më të rëndësishme është qetësia edhe kthjelltësia në kokë. A je gati ta mbash një gjë të tillë? Po sigurisht, qetësi, kthjelltësi, ambicie, vendosmëri. Jemi në mision. A je optimist që do ta fitoni ndeshjen dhe do të festojmë të gjithë së bashku? Në çdo ndeshje ku hy gjithmonë mendoj vetëm për fitore. Kur nuk mund mendoj diçka tjetër. Fitore gjithmonë. Dhe besoj që nuk jam i vetmi që mendon kështu. I gjithë ekipi ka këtë mentalitet. Çdo ndeshje pavarësisht kundërshtarit, futemi për të fituar. Kështu kemi ardhur deri këtu. Kështu kemi arritur gjithçka këtë sezon. Cila është strategjia juaj më e mirë për ndeshjen e nesërme? Mendoj se është më mirë ta mbajmë për vete këtë. Ndoshta ata përgatiten kundër saj. E kjo ishte një përgjigje shumë e mirë. Faleminderit Fabrice, shihemi nesër në ndeshje. Edhe ju faleminderit, shihemi në mision. Jeni konsideruar se një nga portierët më të mirë në vend. Sa i gatshëm jeni ta udhëhiqni Shkëndijën nga prapavia në ndeshjen me presion më të lartë? Do të thoja mjaft i gatshëm. Mendoj se të gjithë luajmë, ndoshta edhe për pak njohje, por kryesisht për motivimin ton të brendshëm. Kështu që po, thjesht përpiqemi të bëjmë maksimumin tim. Ndeshjet të mëdha shpesh vendosen nga një pritje, një reagim, një moment i vetëm. Çfarë të kalon në mendje kur e di që një vendim mund të ndryshojë të gjithë ndeshjen? Futbolli në përgjithësi është më shumë presion, sidomos pozita e portierit. Ne punojmë për këtë çdo ditë, për të qenë fokusuar në çdo aksion. Shkëndija ka nevojë për leadership dhe qetësi në momente vendimtare. Si arrin të mbetesh i qetë kur presioni është në pikën më të lartë? Përpiqem t'i jap ekipit siguri nga mbrapa. Mendoj se qetësia është një nga cilësitë e mia si person. Dhe kur e tregon këtë në lojë, ekipi të beson. Dhe prej aty mund të vazhdosh më lehtë. Në një ndeshje ku të dyja skuadrat e njohin mirë njëra tjetrën, çfarë mendon se do të jetë Chelsea për të mbajtur portën të paprekur nesër? Të jemi të fokusuar dhe të mos u lëm asnjë hapësirë për të sulmuar. Mendoj se jemi një ekip shumë cilësor, si në sulm, ashtu edhe në mbrojtje. Dhe kur duajmë në maksimum, në këtë ligë është shumë e vështirë të na mposhtësh. Sot Shkëndija e mbyll stërvitjen me heshtjen e bukur të skuadrës së fortë. Atë heshtje ku nuk ka frikë, nuk ka dyshim, ka vetëm përqendrim. Nesër, oras do të matet me minuta, do të mas zemrat, do të mas guximin, besimin, karakterin. Dhe Shkëndija, kjo skuadër që sot e pam duke u djersitur në topin e stërvitjes, nesër do të dalë në fushë si një top i vetëm, si një frymë e vetme, si një ide që nuk thyet. Në Prishtinë, në ndritat e stadiumit do të fillojë një ndeshje, po për Shkëndijën do të vazhdojë një rrugë, një ëndër, një histori që nuk ka mbaruar. Nesër, Shkëndija hyn në fushë për të treguar kush është, për të luftuar, për të besuar dhe për të fituar.